Ronaldinho, nga një ylli i futbollit në kriminal. Ronaldinho, nga një lojtar më i mirë në botë, tani është një kriminal. Ai është i mbyllur në një burg në Paraguay me vetëm $6 në llogarinë e tij bankare. Çfarë ndodhi? Ylli brazilian i futbollit Ronaldinho dhe vllai i tij po arrestohen në Paraguay. Historia tragjike e Ronaldinhos nis nga fëmijëria e tij. Ai ka lindur në një nga qytetet më të rrezikshme të Brazilit, Porto Alegre. Ishte një qytet ku krimi ishte një kërcënim i vazhdueshëm. Prindërit e tij fitonin shumë pak dhe si rezultat, ai dhe vëllezërit e motrat e tij u ritën në një kasolle të vogël prej druri, që nga lindja ishte e qartë se do të ishte në dorën e tij të përmirësonte jetën e familjes. Megjithatë, kishte një gjë që i mbante ata të bashkuar: futbolli. Por ata ishin aq të varfër sa nuk kishin mundësi as të blinin këpucë futbolli të përshtatshme për Ronaldinhon. Kështu babai i tij e gënjeu duke i thënë se nëse donte të bëhej profesionist, duhet të mësonte të luante mirë pa këpucë, në mënyrë që të kishte kontroll më të mirë të topit. E ndoshta babai i tij kishte të drejtë, sepse vllai i madh i Ronaldinhos, Roberto, u bë ylli i ri i futbollit të favelës në moshën 16 vjeçare. Ronaldinho, duke qenë 10 vjet më i ri, dha më të mirën. Ai donte ta bënte krenar baban e tij dhe Roberto e ndihmoi gjithashtu Ronaldinhon. Ata të dy